Pra, këtë vit kemi sasira të... Tani ju e ngatroni sepse ka polen dhe buk bleta. Buka e bletës është një produkt që kohët e fundit ka përdoret. Ai polenin bleta e përpunon dhe e kalon në përhojët e saj dhe ai është shumë i rëndësishëm për njeriu, sepse ka të gjitha elementet e duhur që bleta ka përpunuar dhe ruan për një kohë gjatë dhe ai ruhet dhe ka elemente shumë të rëndësishme, sepse është i përzier edhe me disa enzima për të ruhetur për një kohë gjatë. Shumë pak njihet në Shqipëri, shumë pak buka e bletës. Buka e bletës është faza pas polenit, pasi bleta e çon në akoshere dhe e fermenton në e fermenton dhe e përpunon. E qartë. Por në rëndësi e veçantë i është kushtuar kohët e fundit dhe propolisit. Po propolisit duhet të gjetur zonat se ku merret, sepse duhet të ketë një sasi të konsiderueshme polenin në natyrë dhe lulet të jenë të pjekura. Mbasi piqen, ato lëshojnë propolisin, i cili është shumë i rëndësishëm dhe është një antibiotik shumë cilësor për luftimin e shumë sëmundjeve dhe parandalimin e tyre, si rrugët frymëmarrjes, plagëve të gojës, të stomakut. Çmimet e nën produkteve janë më të larta se ato të mjaltit, apo jo? Kemi të bëjmë me nën produkt që ka sasi më të ulët, por ka vlera më të përqendruara? Po normalisht që të marrësh qumshin e bletës, normalisht ai është në sasira të pakta dhe normalisht çmimi është i lartë. Nësa polenin dhe propolisi nuk mund të themi se kanë çmime shumë të larta, janë çmime të cilat përballohen nga gjithë shtresat e përgjithësisë. Okej.